Rusia nuk ka asnjë synim ndaj asnjë vendi të NATO-s dhe nuk do të sulmojë Polonin, Shtetet Balltike apo Republikën Çeke. Por nëse Perëndimi furnizon Ukrainën me avion luftarak F-16, atëherë ata do të rrëzohen nga forcat ruse, tha presidenti Vladimir Putin. Pushtimi rus i Ukrainës në shkurt 2022 ka shkaktuar krizën më të thellë në marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin që prej krizës së raketave kubane të 1962-shit. Duke folur me pilotët e forceve ajrore ruse, Putin tha se aleanca ushtarake e udhëhequr nga SBA ishte zgjeruar në lindje drejt Rusisë që prej rënies së Bashkimit Sovjetik në 91-shin, por se Moska nuk kishte plane të sulmonte një vend antar të NATO-s. Ne nuk kemi synime agresive ndaj këtyre shteteve, tha Putin. Ideja se ne do të sulmojmë një vend tjetër, Polonin, Shtetet Balltike apo edhe Çekët që po trëmben gjithashtu, është një absurditet i plot. Është thjesht një nxitje, tha ai. Kremlini, i cili akuzon SBA-n se po lufton kundër Rusisë duke mbështetur Ukrainën me para, armë dhe inteligjencë, thotë se marrëdhëniet me Washingtonin ndoshta nuk kanë qenë kurrë më keq se tani. I pyetur për avionët luftarak F-16 që Perëndimi ka premtuar t'i dërgojë në Ukrainë, Putin tha se avion të tillë nuk do të ndryshonin situatën në Ukrainë. Nëse ata i japin Kievit F-16 dhe për këtë po flasin e po trajnojnë madje edhe pilot, kjo nuk do të ndryshojë situatën në fushën e betejës, tha Putin. Dhe ne do të shkatrojmë avionët ashtu siç shkatrojmë sot tanke, automjetet blinduara dhe pajisje të tjera, duke përfshirë edhe raketat, tha ai. Putin nënvizoi se F-16 mund të mbajnë po ashtu edhe armë bërthamore. Sigurisht nëse ata do të përdoren nga pista ajrore në vende të treta, edhe ato do të bëhen për ne objektive legjitime, kudo që ndodhen, tha Putin. Komentet e Putinit pasuan deklaratat më herët gjatë ditës nga ministri i jashtëm Ukrainës Dmitry Kuleba, sipas të cilit avionët duhet të mbërrijnë në Ukrainë muajt e ardhshëm.